Mirëmbrëma të gjithëve. Një lajm I hidhur, por duhet ta diskutojmë. Drejtori I përgjithshëm I një nga kompanive më të mëdha të cyber security në botë jep dorëheqjen dhe bën alarmin. Bota është në rrezik. Çfarë po ndodh dhe pse një deklaratë kaq e fortë? Le ta diskutojmë sepse ky është një nga ato argumente që nuk e kuptoj se përse, por njerëzimi ndonse po ecën me një hap gjigant të një teknologjie të pashoq që s'ishte parë asnjëherë në këtë planet dhe prapë vazhdon që të eci në ato gjurmë, duke kuptuar, duke e njohur që të gjithë rrezikun që po kanoset në botë. Por kjo nuk prek vetëm, si mund të themi, njerëzit e pasur, prek ne që s'kemi lidhje fare, pra prek njerëzit e thjesht. Dhe tani po ju them se çfarë ka ndodhur. Si gjithmonë, kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit shqipe, kudo që t'jeni suksese, faleminderit që jemi për bashkë, sinqerisht. Drejtori I përgjithshëm I Anthropic, që është një nga shoqëritë më të mëdha në botë për sa I përket cyber security për inteligjencën artificiale, kryesisht një zotëri quajtur Sharman, pra Mr. Sharman, është një nga le të themi inxhinierët e informatikës nga më të mirët në botë, ka dhënë dorëheqjen dhe ka dhënë edhe një intervistë për Forbes. Forbes është një nga revistat më të mëdha në botë dhe më të rëndësishmet për sa I përket zhvillimit teknologjik dhe ecurisë, jo vetëm të ekonomisë, por edhe të njerëzimit. Dhe ai thot haptazi, thot unë bëj dorëheqje, thot sepse bota thot është drejt shkatërimit dhe ne po ecim drejt shkatërimit pa e kuptuar. Dhe tjetra është që unë nuk dua të jem pjesë e kësaj bote të qelbur. Nuk e dim kuptoni se çfarë fjalësh ai ka përdorur për afërsisht, por që një inxhinier I tillë, inxhinier informatikës nga më të mëdhenj në botë për cyber security, të thot një fjalë të tillë ose të thot që bota është në rrezik, ne duhet ta mendojmë thellë një gjë të tillë. Dhe nuk e kuptoj që pse një pjesë e madhe e njerëzve, pra po flas për këta që blejnë, sepse ku qëndron problemi kryesor? Problemi kryesor është ky. Nuk është problemi I atyre që prodhojnë ose kanë në dorë inteligjencën artificiale, por është problemi I atyre që investojnë, dhe do t'ju them se përse. Investojnë ata që janë të çmendur, ose ata që duan të lozin me paran, me valutën, me njerëzit, me dominimin, me çdo gjë. Dhe këta që janë aty që e njohin inteligjencën artificiale, që janë pas kësaj, sepse kanë qenë këta që kanë krijuar, këta thonë është mirë që të shkëputemi. Në fakt, jo më kot, e kam parë dhe disa shpiks, për shembull edhe zoti Hilton, Mr. Hilton, që ishte një nga pionerët, le të themi, e inteligjencës artificiale, që ishte ai për Google, që ose Gemini e bëri disa, por është ai që I dha shkak me një fjalë të gjithë këtyre inxhinierëve të rinj që të lindnin me ide të reja për sa I përket inteligjencës artificiale. Dhe ky në vitin 2024 dha dorëheqje. Tha për mua, tha, inteligjenca artificiale, tha, do të na shkatërroj dhe unë nuk dua të jem pjesë për shkatërimin e botës që të përmendet emri im si një shkatërrues. Kështu që unë po të riqem që tani. Është e vërtet që unë punova, është e vërtet që e bëra, por kaq, mjafton, deri këtu. Le ta bëjmë për lojra, ta bëjmë për të lozur mes njëri tjetrit, por jo ta përdorim. Sepse nëse do ta përdorim, do të shkatërrojmë vetveten. Dhe në fakt, me sa duket, po ecim drejt kësaj natyre. Dhe ky Sharman, drejtori I përgjithshëm I Anthropic, la të njëjtën deklaratë. Nuk dua të jem pjesë dhe po iki. Dhe ai e kupton mirë, e di shumë mirë se kush I ka bler aksionet për disa shpike të reja, sepse duhet të dini që këto investime të reja ka një pafundësi të këtyre inteligjencë artificiale që investojnë njerëz pafund, dhe e çuditshme e kësaj është që duhen para pafund për ta vënë në punë. Qoftë nga hidratimi, me fjalë për t'i dhënë ujin e duhur, sepse çdo lëvizje që ne bëjmë, ne konsumojmë. Pra ti duke kërkuar, unë dhe ti duke kërkuar me inteligjencë artificiale, dhe gjithë ato inteligjencë artificiale që përdorim, ka një algoritëm tjetër dhe ky algoritëm lëvron në bazë të disa kodeve. Dhe këto kode, sa më shumë janë, aq më shumë nxehen makineritë dhe sa më shumë nxehen makineritë, aq më shumë ujë duan.
kërkojnë ujë, pa fund. Dhe gjithë kjo ka një kosto masive. E me gjithatë, një pjesë e madhe e këtyre vazhdojnë. Madje do t'ju them, ka disa kompani që kanë investuar miliarda, mbajeni mend këtë që po ja u them tani është në ekskluziv për ju, miliarda për të krijuar armë ose gjëra të reja, me fjalë për shkatërim, me anë të inteligjencës artificiale dhe po punohet për këtë. Çfarë? Për shembull, futen në inteligjencë artificiale sepse informacionet janë aty. Inteligjenca artificiale tani po mësohet. Po mëson se është më e zhvilluar se njeriu, po mësohet dal nga dal. Dhe duke u mësuar gjen shkakun, gjen se si mund të lidh diçka. Dhe ky është vetëm fillimi, por mund të bëj, të krijoj armë që ne nuk e kemi iden fare. Inteligjenca artificiale të sugjeron se si mund të krijojë armë. Dhe ky është një fakt. Dhe tjetra është që po të kërkoni, gjeni, ka disa kompani që marrin para nga investitor edhe të fshehtë ndonjëherë për të prodhuar këto armë. Dhe pyetja ime është, por mirë më kaq budalla është njeriu më drejt që e mori? Kaq të trash janë? Sepse, bëre para, i ke ato para, por drejt që e mori, shijoje jetën, ç'lidhje ka, pse duhet të lozësh me botën? Pse? Sepse duhet të dini që në qoftë se do të eci kështu, pra me anë të inteligjencës artificiale të krijosh sovranitet dhe të krijosh armë, padyshim dhe të tjerë do e bëjnë këtë, pastaj do fillojnë që të ketë një konkurrencë për armë. Dhe gjithsekush do përdori armë, derisa pastaj do përdoret ndonjë armë që nuk mund të kthesh dot më mbrapa. Mendimin, tani më thoni ju, nëse kam të drejtë ose jo. Pra ju si mendoni ky Mr. Sharm që ka dhënë këtë deklaratën e fortë, që thotë unë po largohem se nuk dua të jem pjesë, thot, e shkatërimit të botës. Dhe bota është në rrezik. Në Forbes gjeni këtë shkrimin, intervistën e tij, ka qenë, pra sepse bëri dorëheqjen, drejtori i përgjithshëm i Anthropic. Anthropic, një nga shoqëritë ose kompanitë më të mëdha për cyber security dhe për sigurinë e inteligjencës artificiale. Pra vetë ky që është i sigurisë inteligjencës artificiale, nuk e di më kuptoni apo jo, është turp ta mendosh që një pjesë e madhe e njerëzve, pra të këtyre që investojnë, vazhdojnë akoma të investojnë duke menduar që se nuk do të gjë. Unë nuk doja ta thosha, po unë jam i bindur që bota ka qenë gjithmonë kështu. Pra njeriu është i tmerrshëm. Njeriu është ha njëri tjetrin, vret njëri tjetrin, për asgjë. Dhe kafshët nuk e bëjnë këtë. Kafshët nuk është se shkatërrojnë botën. Kafshët rrëzohen, mbretërit rrëzohen mes njëri tjetrit, apo jo, sepse merr një mbret i ri. Kurse në botë shkatërrojnë, me fjalë janë familje, dinasti dhe shkatërrojnë njerëzimin. Dhe unë mendoj që dikur ka qenë e zhvilluar bota, ashtu siç ka qenë edhe herë të tjera, dhe pastaj është shkatëruar, e ka shkatëruar vetë njeriu. Kështu që unë them që edhe kësaj radhe do ta shkatërroj vetë njeriu, sepse nuk po dalet. Ndonse të gjithë këta që kanë krijuar inteligjencën artificiale, vetë këta thonë ne po bëjmë tërheqje dhe vazhdojnë ata që investojnë dhe të tjerë gomer që vazhdojnë akoma të merren me inteligjencën artificiale duke prodhuar armë dhe duke prodhuar makineri që t'jenë më të sofistikuara dhe më të mëdha, më të bukura, më të pushtetshme, më të fuqishme se të gjitha tjerat. Kjo për mendimin tim do na vras. Ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja. Doja t'ja u thoshja sepse ky është lajmi i fundit. Ju përqafoj dhe shpresoj që mos jetë kështu. Natën.